Ky vend në lagjin Arberia në Prishtinë ishte pistë e policisë së Kosovës të shtunën. Kjo pasi pikërisht këtu dyshohet që humbi jetë një punëtor dhe një tjetër u lëndua, por se ndodhet jashtë rrezikut për jetë. Ndodhen pranë shtyllës ku dyshohet se një punëtor tashmë i ndjerë ka qenë duke punuar mbrëmjen e së premtes. Këtu pranë dyshohet ketë qenë edhe një kamion me beton, i cili dyshohet që të ketë rënë sipër tij dhe të ketë shkaktuar më pas vdekjen e tij. Rastin e ka konfirmuar edhe zëdhënësja e policisë së Kosovës Flora Ahmeti. Rreth orës 17 kemi pranuar informatën se 2 persona janë lënduar derisa ishin duke punuar në rrugën Faruk Rama në Prishtinë. Si pasojë e lëndimeve, njëri nga personat ka ndërruar jetë. Vdekja e tij është konstatuar nga ekipi mjekëve emergjent në vendin e ngjarjes, ndërkohë që personi tjetër i lënduar është dërguar për trajtim mjekësor. Aktualisht, policia në koordinim me inspektorët e punës dhe prokurorinë ka nisur hetimin e rrethanave që karakterizojnë rastin. Për të kuptuar gjendjen e punëtorit tjetër, televizioni ka tentuar të marrë një përgjigje edhe nga QKK, por të njëjtit kanë thënë se nuk kanë pranuar mbrëm ndonjë rast të tillë. Ndërsa nga prokuroria themelore në Prishtinë thonë se i kanë marrë të gjitha veprimet e nevojshme për të hetuar rastin. Lidhur me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se prokurori kujdestar së bashku me institucionet relevante ka ndalur në vendin e ngjarjes, rasti është iniciuar. Asgjësim, dëmtim ose heqje pajisjeve mbrojtëse, rrezikimi i sigurisë në vendin e punës, nga neni 358 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, prokurori i shtetit është duke ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë të çështjes në fjalë. Kurse detaje për rastin kanë dhënë nga Inspektoriati i Punës. Sipas gjetjeve preliminare, aksidenti ka ndodhur gjatë procesit të shkarkimit të 2 shaktave të betonit me dimensione 2x2x1.2 metra. Momenti kur kamioni është rrokullisur dhe njëra nga shaktat ka rënë mbi punëtorin Bashkim Nitaj, duke i shkaktuar fatalitetin. Në këtë fazë, Inspektoriati i Punës është duke vazhduar hetimet mbi shkaqet e aksidentit dhe për çdo zhvillim tjetër që mund të komunikohet, do t'ju informojmë juve dhe publikun. I ndjeri ishte nga fshati Denoci Deçanit. Kryetari i kësaj komune, Bashkem Ramosaj, e kujtoi atë si njeri punëtor, teksa ka thënë që Nitaj ishte pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe kontriboi për lirinë e Adheut.